Projekti Neomjeshtria u krijua për të ruajtur trashëgiminë artizanale dhe për ta kthyer atë në mundësi të reja për të rinjt. Në Kukës, 30 të rinj morën pjesë në trajnime mbi profesionet e qeramikës, përpunimit të lëkurës, kostumografisë dhe kosmetikës artizanale. Punëtoritë praktike u shndërruan në hapësira krijimi, ku çdo pjesëmarrës eksperimentoi nga ideja deri tek produkti i final. Këpucë dhe çanta artizanale të punuara me dorë u dizajnuan si bashkim i mjeshtrisë tradicionale dhe stilit modern. Argjila mori formë në duart e pjesëmarrësve, duke u shndërruar në suvenire dhe objekte unike. Arritjet tona flasin vetë, 30 të rinj të trajnuar, mbi 60 produkte të krijuara, 1000 ndjekës online dhe certifikime për profesionet e trashëgueshme. Punimet u prezantuan në ekspozita interaktive, ku mbi 60 produkte u ekspozuan për publikun, duke sjellë artin pranë komunitetit. Diplomimi 25 të rinjve shënoi kulmin e projektit. Çdo certifikat përfaqëson një hap të ri drejt së ardhmes. Në emër të studentëve, falenderojmë Ministrinë e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit për mbështetjen. Neomjeshtria, aty ku tradita bëhet e ardhmja.